Kredo sigur dhe i metër ku beton. Këto do të diskutojë Tirana. Këto do të diskutojë dhe profesorët e Bashkisë Tiranës. Si ta gjelbërojmë Tiranën me fondet e bashkisë që ne i paguajmë, me taksën tonë gjelbërimit që e paguajmë ditë ditës. Ka nevojë për gjelbërim pasi është pylli orbital me miliona pemë të mbjellura. Po, jo patë edhe deklaratë që do jenë ndërtuesit, që do marrin leje në të ardhmen, të cilët do të kontribuojnë në pyllëzimin e Tiranës. Jo bërë ne paguajmë taksë për gjelbërimin. Bizneset e Tiranës paguajnë taksë për gjelbërimin, familjet paguajnë taksën. Edhe për arsimin. Ku shkojnë të para? Pse nuk shkojnë të para për gjelbërimin e Tiranës? Si është mundur që liçeni e Tiranës, kodrat e liçenit dhe pjesa e liçenit e Tiranës, parku madh liçenit vetëm kafshohen nga ndërtimet dita ditës. Pse duhet të japim leje të reja ndërtimi, që këta ndërtuesit që do marrin lejet e ndërtimit të mbjellin disa pemë të reja. Jo më kemi paguajtur dhe parat për to. Ku janë këto parat që neve kemi çuar për gjelbërimin? Ku janë parat që neve kemi paguar me taksë edhe të dedikuar madje për infrastrukturën arsimore? 60 milionë euro gjatë viteve të fundit. Si është e mundur që ende sot vuajmë për shkolla, për struktura arsimore në këtë Tiranë e cila paguan e përsëris edhe një herë. Vit për vit paguajnë 300 milionë euro taksa tarifa, vit për vit. Plus transferat buxhetore që jep dhe qeveria kështu më radh shkojnë pothuajse 500 milionë euro, mbi 500 milionë euro. Të kesh në Tiranë me buxhet për mbi 500 milionë euro. Dhe të kesh problematika bazike të mungesës kopshtë çardheve është diçka e paimagjinueshme. Është Tirana që nuk po shërbehet e përsëris edhe një herë, dhe siç tregojnë vetë statistikat e Bashkisë Tiranës, jemi 4 herë poshtë planit, 4 herë më pak se sa planifikimi në kryerjen e investimeve. Ama kokë më kokë për sa i përket mbledhjes së të ardhurave. Pra nuk është e thënë ajo që do të na rikthehet Velia në detyrë që na rikthen punën në Tiranë. Se funksionojnë strukturat e Bashkisë Tiranës, e kam dëgjuar edhe këtë teorinë, nga që mungon kryetari i Bashkisë dhe para nuk funksionojnë gjërat. Po pse kur vjen puna funksionon nga tatimet taksat e Tiranës për mbledh parat e sipërmarrjes edhe të qytetarëve? Pse funksionon atë? Pse funksionon nga gjobat që vendosen nga policia bashkiake? Pse këto struktura ku vjen puna për të ndëshkuar dhe për të marrë para nga xhepata funksionojnë? Po nuk funksionojnë struktura që do të kthejnë mbrapa shërbimet tek ne. Sepse edhe në media të liti flitet që edhe drejtorët kanë frikë të firmosin tashmë. Urdhra? Sepse edhe në media është folur më së një herë se pas arrestimit të Veliajt edhe drejtorët kanë një lloj hezitimi për të hedhur firmën mbi disa projekte. A qëndron kjo, a keni hasur ju edhe gjatë kontrolleve që mund të keni bërë për punën e bashkisë? Shiko, po, është e vërtetë që ka patur në javë të parë të ka pasur një hezitim të madh, masiv të stafit të Bashkisë Tiranës për të firmosur. Por hezitimi vjen kur ti ke dyshimin që po firmos diçka të gabuar. Kur ti ke dyshimin që po hedh firmën në një praktikë që është korruptive, që është klienteliste, që është abuzive. Çdo thot firmosësh mbi, të kesh frikë firmosësh mbi praktikë normale të ndershme, sipas procedurës. Është detyrë. Çdo praktikë e cila është sipas procedurës, sipas ligjit dhe sipas protokolleve zyrtare që funksionon në institucion, është detyrim të firmosit, sepse është përkon është në respekt të ligjit. Kush ka frikë pasaj të firmosi, frika vjen nga fakti që kanë informacionin që po firmosin ose mund të bëhen palë, mund të bëhen pjesë të praktikave të cilat nuk